Në 7 janar nisën vitin duke u njohur me piramidën e re ushqimore të publikuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të kuptuar se çfarë ka ndryshuar në këtë piramidë e re ushqimore, se si janë zëvendësuar të gjithë hallkat e saj dhe se si ne do duhet konsumojmë shumë fruta dhe perime, ndryshe nga çka që dikur e rekomanduar të konsumonim drithëra dhe ne si popull e duam bukën, që është e vërtetë, por për të kuptuar se si këtë piramidë ne mund ta plotësojmë me këtë dietën tonë mezetare, ta afrojmë në Shqipërinë tonë të pasur në ushqim dhe në vlera. Diskutimin në ndërtoj me Dhurata Thanasin, e cila është eksperte e gastronomie. Dhurata, mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Falenderoj për kohën. Mirëmëngjes, mirëdita, si jeni. Dhurata, je njohur me piramidën e re ushqimore. Unë do doja ta nisnim me ndryshimin e parë dhe të rëndësishëm që drithërat zëvendësohen nga frutat dhe perimet. Duhet i themi mirupafshim bukës, çfarë do ndodh? Jo, administrata e Trump nuk e ka ndryshuar zyrtarisht piramidën ushqimore klasike në kuptimin teknik. Në kuptim teknik ajo është zëvendësuar kohë më përpara, me fjalë në vitit 1992, për cilën gjithë mediat kanë marrë pjesën, le të themi atë majën e Arsbergut, po e mira është thellohen dhe më shumë. Ndryshoi drejtimin në theksin e politikave ushqimore federale. Veçanërisht mënyrën se si interpretohen dhe zbatohen nga linjat guid që ka shteti amerikan për programet publike të ushqimit që janë shkollat, ushtria e tjerë e tjerë. Më poshtë mund t'ua shpjegoj qartë çfarë u ndryshua në praktik dhe cilat ishin qëllimet reale. Piramida ushqimore klasike u kritikua fort shumë vite më përpara. E ka kritikuar administrata Barack Obamës, sepse pati favorizonte drithrat e rafinuara, sheqerin e fshehur, industritë agriushqimore. Në 2011 Obama me politikat e tij publike për sa i përket shëndetit publik u zëvendësua me My Plate, ime, dhe jo me piramidë. Trump e trashëgoi këtë gjë, por e dobësoi komponentin shëndetësor, zëvendësoi me theksin drejt interesave ekonomike dhe industriale. Këtë po bën Trump. Në administratën e tij, ai po zbe, më falni se po më ndërhyt dikush në... Mirë, Dhuratën do e kemi me një herë. Në fakt, sipas informacioneve që Dhurata dha që në hyrje të bisedës, kemi të bëjmë me një rikonceptim të piramidës ushqimore. Alma me të drejtë e përmendi që në atë piramidën e famshme të 1992 kemi patur një rënditje tjetër dhe duket sikur tani kemi të bëjmë një rindërtim të kësaj të fundit ku në bazë do jenë proteinat e shëndetshme dhe mishi. Bazë do jetë mishi pa yndyr. Dhurata, po mundohet të na tregojë që nuk kemi të bëjmë me një transformim të piramidës të ndodhur në 7 janar të 2026, por shumë më parë që në administratën e Obamës dhe më tepër kemi të bëjmë me linja drejtuese në institucionet publike për të patur një shëndet më të mirë. Gjithsesi, duhet ta pranojmë që piramida ushqimore, nëse ka marrë këtë traj që ka të bëjë edhe me gjithë studimet, sigurisht. Ato që kemi mësuar ne me kohën për të bërë më mirë për shëndetin tonë. Dhurata, dëgjohemi sërish së bashku. Pra, kryesorja në këtë po më falni sepse pata ndërhyrje, edhe linjat online këtë problem kanë. Administrata e Trumpit nuk e ka hequr piramidën, ka ndryer drejtimin e saj, i ka dhënë përparësi shumë industrisë së mishit dhe bulmetit për të mbrojtur interesat e prodhuesve amerikan, sidomos industrisë amerikane, i është larguar pak linjave guid të organizatës botërore. Dhurata, të lutem, do duhet që për ta vijuar edhe komunikimin se ti di peripecit e një lidhje online, do duhet të sigurohesh që të kemi në formën e duhur për ta bërë këtë lidhje, kështu që sigurohu që figura jote të jetë në rregull. Vetëm kthej telefonin për të patur lidhjen edhe më komode. Te vertikalisht. Janë këto hallet e online-it, Po, vertikalisht e kam, më falni. Tani jemi shumë mirë bashkë. S'ka piramid për cilës do flasim. Unë jam jashtë Tirane, prandaj ndodhte kjo gjë. Pra, e kundërshtoj, nëse më përpara ishte kundërshtuar, si thua, përdorimi mishit kuq, pra ishte ulur në shkallën e piramidës, ai e ka vënë në produktet e para, të cilat duhen konsumuar, siç e thash më përpara, është e lidhur kartësipërisht me mbrojtjen e prodhuesve amerikan dhe korporatave të mëdha, të cilat janë edhe determinojnë edhe politikat e shtetit amerikan. Dihet që Trump
është shumë përkrahasi tyre. Po s'dua ta kaloj në politik, është diçka që Mirë, Durata, më pëlqen shpjegimi që po mundohesh për ta treguar edhe logjistikën se si kanë ardhur këto ndryshime përpara se t'i marrim siç edhe i lexojmë dhe i shohim online. Por në vetvete, kur flasim për në shtresën e parë dhe më të rëndësishme të piramidës, kemi frutat dhe perimet. Zvendçojnë dritharat që ne kemi patur diku që në kulturën tonë mesdhetare janë pjesë e rëndësishme. Të duket një vendim i mirë? Personalisht jo, sepse ai është kundër edhe dietave të qëndrueshme, ruajtjes së ekosistemeve, ai mendon vetëm për Amerikën, pra qëllimi i tij është të mendoj për Amerikën dhe të mbështes buqit industrial, pra fermerët industrial të, le të themi, të që i quhet zhvillimi intensiv i bujqësisë, që bie në kundërshtim me politikat e Bashkimit Evropian, ato çka ne duam të arrijmë për të ruajtur biodiversitetin. Amerika është dhe ndryshe për sa i përket formacionit dhe morfologjisë së terrenit nga Evropa. Edhe në agronomi studiohet ndryshe, ka një tjetër tipologji agronomike, por në këtë rast ai bie kokës këtyre lloj prodhuesve të vegjël, të cilat në Amerikë ekzistojnë shumë pak, prodhuesve independent, farave autoktone dhe i bën lav dhe nxit bujqësinë intensive dhe korporatat e mëdha. Durata, pa dashur ta politizojmë në fund të ditës, arsye pse ne po zhvillojmë këtë bisedë është që të vijmë në ndihmë qytetarëve, dhe kur themi qytetar, menjëherë kemi të bëjmë me konsumator. Jemi ne ata të cilët mundohen në varësi të financave, bëjmë maksimumin që të kemi një regjim ushqimor të shëndetshëm. Kemi të bëjmë me një rirënditje, do e quaj unë, ku ushqimet e përpunuara apo ultra të përpunuara sugjerohen të konsumohen sa më rrallë. Edhe ne e dim, këto studimet e fundit e referojnë, ky është lajm i mirë. Çfarë mund themi për Europën, Shqipërinë dhe Europën, si një vend, por edhe kontinent i pozicionuar gjetk gjeografikisht, që në fakt ka dietat e veta, dhe këtu i referohem dietës mesdhetare, që duket sikur përkon idealisht me piramidën më të shëndetshme ushqimore. Unë jam për dietën mesdhetare, ajo është një dietë tashmë në radhë parë një lidhet drejt për drejt me vendin, me një fjalë me rajonin ku ne jetojmë, i cili është edhe gjeografikisht, edhe nga ana e klimës i përshtatshëm me të. Gjithmonë drithrat duhet ngrënë, po edhe unë jam dakord që drithrat të hahen. Jam dakord me Trumpin, me politikën e tij, me një fjalë për konsumimin më pak të tyre, por si thua, vëmendja e prodhimit të drithrave është për drithrat e përpunuara. Drithrat e përpunuara dhe sheqerat e shtuara që ndodhin rëndom në prodhimet e përpunuara janë të frikshme. Kështu që në këtë drejtim ai ka luajtur me këtë lloj truku për të vënë mishin dhe bulmetin në vend të parë. Por unë jam shumë dakord që produkte si drithrat e parë përpunuara, miellrat integral, ku të shkurtohet zinxhiri ndërmjet fermerit dhe konsumatorit, ajo është çelësi kryesor, që të jenë sa më të pa kaluar në zinxhir të tjerë që merren me përpunimin, me paketimin, që shtojnë dëmet e mëdha për shëndetin tonë, radh parë si konsumator dhe pastaj edhe për xhepin tonë, lidhen me këtë gjë. Kështu që unë mendoj që dieta mesdhetare personalisht, është mendimi personal, dhe dietat e qëndrueshme, sustainable diet, që quhen të aprovuara dhe nga shkencëtarët e organizatat mëdha siç është Organizata Botërore e Ushqimit, me cilën Trump ka shpallur luftë që pas pandemisë janë dhe interesat tjera. Që unë mendoj që çdo gjë e balancuar e marr mirë produkt gjithas finor dhe vendore, dhe jo çdo gjë vendore mund të jetë e mirë, po duhet zgjedhur, duhet parë dhe duhet ngrënë patjetër bazuar në dietën mesdhetare. Ky është mendimi im, jo si dietologe, si agronome. Dhe gjithmonë e ke ndarë në këtë studio, Durata. Ne të falenderojmë shumë që edhe në këto kushte ti arritë ta bësh të komunikim me ne. Urojmë shumë të të kemi së shpejti në studio. Të urojmë një ditë mbarkën e si, Durata. Për gjithë të komunikim dhe gjithë. Përshëndesim. Përshëndesim. Alba, më lejo
vetëm një serm i vogël publikut, mos harrojmë që piramida ushqimore nuk është do një formul me 3 dallor apo një formul matematikore që në fakt hajde gjeje x-in dhe y-in. Është praktikisht ndërtimi i pjatës i vakteve tona të ndarë në 3 këndshra të ndryshëm, ku njëra duhet zërë më shumë hapësirë, që në këtë rast duhet jetë proteina dhe studimet e thonë këtë, dhe sa më pak makronutrient që janë të pashëndetshëm.